kanë Uzunin në sulm dhe Aliin Kratmaj, dy pikpyetjet e mëdha. Natyrisht unë e pa informacionin që Anglia kishte hedhur, është informacion i frikshëm për së vërtetës. Anglia i ka të blinduar repartet në çdo sektor, sidomos në sektorin në fazën ofensive, kemi një treshë sulmi shumë të frikshme për së vërtetës, me Harry Kane, Foden dhe Marcus Rashford, të cilët këtë edicion kanë bërë një sezon spektakolar. Në krau tjetër Shqipëria vjen me mungesa, sidomos në repartin ofensiv, aty ku ne më së shumti duhet kishim përfaqësime më të mëdha për të bërë ballë sulmit të anglezëve, por shpresojmë që me zemër dhe shpirt të bëjmë mundur një surprizë, pse jo. Edhe pse duhet të thënë që diferencat për të vërtetës janë të mëdha. Okej, fantastike. Mirela, si do dalim sot? Mos e ke me fat intervistën tani. Unë jam për barazim. Unë jam për barazim me gjitha të ndjekim, po? Jemi live në Euronews, Forca Shqipëria! Faleminderit për shëndetje të gjithëve. Të gjithë tifozëve tanë, kudo që janë. Në fakt është më shumë se ndeshja, ndonjëherë është më entuziaste kjo, po. Është pak të e vështirë për faktin se tifozët tashmë janë duke u drejtuar shkallët e stadiumit, mund të mundon të është edhe disa. Jemi live në Euronews, duke... E qartë. Është kare që nuk mund të japin dhe një prononcim. Dakor. Pasi janë duke drejtuar shkallët e stadiumit. Dakor, mirë. Fation, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje, të falenderoj dhe vlerësoj shumë. Tifozët shqiptarë. Po, pa tjetër. Ju përshëndesim edhe ne. Për hirtë vërtetës është nusja ime. Jeton me Londër. Po? Ka rreth 10 vite që jeton në Londër dhe sot ka ardhur që të ndjekin ndeshjen. Me shumë zemër duam që të fitojmë. Po? Duket pak fare e pamundur, por nuk I dihet kur. Mjafton shpirti entuziast, si dihet. E vërtet, kjo është e vërtet. Po. Është shumë e rëndësishme që ne kemi arrit ta mbizetojmë si stadium. Janë mbi 20.000 bileta sold out, që do të thotë sikurse nga Shqipëria dhe nga zona angleze, ne kemi arrit dominojmë. Kjo do të thotë që duhet të jenë shumë suportive për vendin tonë. E qartë, unë ju falenderoj shumë, jeni një çift shumë I bukur njerë, edhe... Fation këtë e ke lajmë, që po të përlajmëroj që tani bëhu gati të rrjetet sociale e ke lajmë, E qartë. Mund të japë një plan tjetër. Pa tjetër. Po, ta shoh, po të ndjekim. Super. Janë vjedhë këtu, po I drejtohem aty. Vetëm nëse keni mundësi, vetëm 1 minutë, janë duke marrë vallen. Ashtu si bëjnë shqiptarët gjithnjë. E kuptojmë, e shikojmë. Fantastike. Me flamur, me tupan, ato tona, tradicionale tona. Shumë bukur.